Mendon se një ndër faktorët që kanë ndikuar që protestat jetë pak jo e drejtuar, jo me një qëllim apo me një kaos të caktuar që të shkojë deri në fund turma, është për faktin se në asnjë moment shoqëria civile, vetë studentët, qytetarët që janë bashkuar, nuk kanë lejuar që faktori politik për edhe opozita të bëhet bashkë me të. Pra kanë dashur që ta mbajnë larg faktorin politik, kryesisht opozitën në këtë protestë. Qëndron? Realisht ka qenë e drejtë bajtja e opozitës në Serbi, sepse opozita në Serbi nuk është që dallon shumë nga qëndrimet e tyre nga SNS-ja dhe përkrasit e Vučićit. Dhe nuk është domosdoshmë që ata nuk kanë arritur ta kapitalizojnë këtë për shkak që nuk e kanë opozitën, sepse opozita nuk ka arritur as ta kapitalizojë vetveten atje. Sa më shumë domethënë kanë bërë veprime ata vetëm e kanë forcuar Vučićin. Është pak a shumë edhe një mendësi serbe, mund të themi, e cila domethënë nuk kanë një gatishmëri që t'i kryejnë punët e veta vetëm, por dëshirojnë një diktator që ta zgjedhin. Është çështje ndoshta pak a shumë filozofike. Protestuesit atje, domethënë, kanë një gatishmëri shumë të madhe për ndryshime, kanë një gatishmëri shumë të madhe për një të ardhme të tjetër të Serbisë, por kjo gatishmëri nuk po arrin të kapitalizohet, dhe duke mos arritur të kapitalizohet, atëherë po i jep domethënë terren veprimi shumë e shumë Vučićit, dhe në këtë anë madje po i jep as shumë terren sa që po përdoret edhe çështja e Kosovës. Ne kemi pasur që djem në mesin e protestuesve ka pasur edhe persona të cilët kanë bartur flamoj kundra Kosovës. Tash a kanë qenë ata protestues të cilët janë futur me qëllim për ta prishur protestën apo vërtet përkrahin qëllime të tilla, ne nuk mund ta themi një gjë të tillë. Por kapitalizimi i saj dhe lejimi i çështjeve të tilla atëherë vetëm sa nuk e dëmton shumë Vučićin, por më shumë me një anë mund ta qet vetëm si një figurë që ofron stabiliokraci. Sa po e shijon në fakt vetë Rusia këtë situatë që po ndodh në vetë Serbi, në Beograd, në Novi Sad, por edhe në qytetet e tjera ku ka patur përqendrim të madh të protestës. Si është roli i saj, apo qëndron në heshtje duke e parë situatën e trazuar në Rusi dhe situatën e trazuar për pozitën politike të Aleksandar Vučić? Rusia, domethënë Rusia dhe Serbia janë dy aleatë, kanë më shumë dhe lidhjet e tyre janë shumë të fuqishme. Vučići është një marionet e Putinit, mirë po deri me tani kemi pa që Rusia nuk është që ka ofruar ndonjë ndihmë të drejtë për drejtë të madhe kundrejt Vučićit, kundrejt protestave në Serbi. Njëre në anë po ashtu ka qëndruar edhe perëndimi i heshtur kundrejt këtyre qëndrimeve të tyre ndaj protestuesve. Kremlini domethënë ende sheh Serbinë si një bastion të saj në Ballkan, por megjithatë e sheh edhe si një pion në tabelën e madhe të shahut të lojrave të mëdha gjeopolitike. Pra Putini është një farmase pengi i Putinit. Ai mbështetet te Moskva për të ruajtur një lloj ekuilibri gjeopolitik, por nuk mund të bëhet hapur një satelit i hapur pa mbështetjen e perëndimit. Nëse Kremlini tërhiqet nga mbështetja e Vučićit, ky i fundit automatikisht do të bie nga pushteti, sepse domethënë më nuk ka një përkrahje. Serbia është domethënë një aset gjeopolitik që mund të përdoret si monedhë shkëmbimi. Për shembull të marrim në rast të negociatave që në Ukrainë, dhe atëherë zgjerohet edhe çështja e ndarjeve të mëdha gjeopolitike, atëherë Rusia mund të heqte dorë, nëse do të heqte dorë nga Serbia, atëherë do të kërkonte kompenzime në zonat e tjera të influencës. Në këtë kuptim, atëherë Kremlini nuk do të kishte më nevojë ta mbrojë Vučićin me çdo kusht. Nëse situata ndryshon, ai mund të sakrifikohet si një peshk i vogël në tabelën e lojën e madhe të gjeopolitike, por në anën tjetër, nëse vazhdon domethënë kjo lloj gjeopolitike e tanishme, atëherë Rusia mund të vazhdojë ta mbrojë Vučićin, por në anën tjetër perëndimi nuk do të guxojë ta bëj rrëzimin e Vučićit për faktin se Vučići paraqet një kërcënim të vazhdueshëm për destabilizimin e rajonit dhe po ashtu e ka edhe një përkrahje ruse, dhe Rusia do thotë mund të dalë me argumentin që prekja e aleatëve të mi mua me largon nga tavolina e bisedimit për Ukrainën. Edhe një detaj të fundit, po delegjitimohet kjo protestë? Si është narrativa, si është qasja që është në televizionet, paktën në media dhe portalet e shitura tek Vučić? Pra, sa po tentohet që të largohet vëmendje e madhe kësaj proteste nga ana e Vučić tek
retorika që po mbahet dhe tek deklarata që pati për mediat vetëm pak orë pasi u mbyll edhe protesta? Do ta kemi parasysh një fakt që pushteti në Serbi, pushteti qeveritar duke qëndruar në formë antikushtetuese, ndërsa Vučići është duke bërë shkelje kushtetuese që nga data 28 shkurt. Do thonë me 28 janar atje qeveria ka dhënë dorëheqje, qeveria Vučevićit dhe është dashur që brenda një periudhe 30 ditore deri në 90 ditë ka të drejtën, por brenda periudhës 30 ditore të kuptueshme që të jep një emër për qeverinë e re të kuvendi i Serbisë. Mirëpo Vučići nuk e ka ushtruar këtë çështje sepse është e drejtë e tij ekskluzive që të ofrojë emrin për kryeministër dhe kabinetin qeveritar atje. Në këtë mënyrë, domethënë, është duke bërë shkelje të vazhdueshme kushtetuese në Serbi. Përveç tjerash është duke bërë edhe këtu nuk është që bisedohen shumë dhe nuk është që po i shkaktojnë probleme sepse ai është një mjeshtër i manipulimeve dhe në këtë formë duke qenë një mjeshtër i manipulimeve dhe një ministër i Miloševićit për çështjet e propagandës, atëherë ai madje para protestave është përmendur edhe një farë lloj groshteti që po ndodh ndaj Vučićit, janë zënë kinse disa armë në pançeve dhe disa përgjime, por të gjitha këto domethënë nuk është që janë legjitimuar që vërtet janë nga protestuesit. Në anën tjetër, domethënë studentët janë të vetëdijshëm që një përplasje me qeverinë e Vučićit në formën siç ka pritur edhe Vučići dhe siç është bërë gati, atëherë vetëm sa do ta legjitimante protestën e tyre dhe do ta legjitimante qëllimet e Vučićit dhe në këtë mënyrë atëherë narrativat e Vučićit do të eksplodonin në gjithë globin duke e mbrojtur vetveten dhe duke organizuar domethënë marshe të cilat janë pro Vučićit. Pro Vučićit, atëherë domethënë Vučići duke pasur parasysh që nuk arriti që ta synoj qëllimin duke krijuar një masë e cila e kundërshton me përleshje regjimin e tyre, atëherë e përdori edhe masat e tjera siç ishte topi sonik, duke demonstruar fuqi ndaj protestuesve